варили з доповненими методикою. Sipas planifikimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shpërndan materialin zgjedhor ku bëjmë pjesë edhe fletë-votime, të cilat do të përdoren në procesin e votimit më 12 tetor. Këto materiale zgjedhore do të vendosen në qendrat komunale të numërimit, të cilat pra janë në çdo komunë të vendit dhe nga aty të dielën në mëngjes do të shpërndahen në qendrat të votimit. Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për raundin e parë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe të zgjedhjeve për kuvendet komunale janë shtypur mbi 3.6 milion fletë votime nga 1.8 milion për secilin lloj të zgjedhjeve. Pra me pak fjalë, procesi i shpërndarjes së materialit zgjedhor po bëhet sipas planifikimeve nga ana e KQZ-s dhe ky material do të jetë i gatshëm që të shpërndahet të dielën në mëngjes në qendrat të votimit, në të cilat në orën 7 do të fillojë procesi i votimit.